Nuk mund të më shkruajnë mua mesazh që këta po më mbysin, e po më bëjnë presion, e po më bëjnë këtë dhe pastaj të dalin atje për sulmu protestuesit me gaz losjerës. Jo, me fëmijët gjithë i mbajmë, edhe unë kam fëmijë, edhe unë dal flas për bandat. Ai e ka për detyrë merret me bandat. Jo, s'kisha diun, sot kam 4 muaj, po kam 5 vjet unë që e bëj këtë punë. Po nuk është policia armiku. Edhe herë nuk thash që është policia armik. Policin armik po e bëni ju. Unë po flas. Ka një problem se nuk të vinë qytetarët e Tiranës për të përplasur me policin. Po qytetarët e Tiranës ju thonë do vinë në një miting. Po më miting quhet. Por qëllimi kush është? Po parti quhet po deshe. Po më pra, po qëllimi është gjë një mënyrë që ata të vinë aty nuk është qëllimi jon për të parë sa njerëz kemi. Ne e dimë që pakënaqësia ndaj këtij pushteti është e madhe. Dhe nëse ne do i thrasim për të ndenjur aty, patjetër që do të kenë shumë. Ne po thrasim një protestë. Dhe unë mendoj që qytetarët e kanë shumë gabim që nuk vinë në protestë, por duan të vinë në miting. Unë mendoj në këtë formë. Me këtë jam dakord. Unë mendoj që ne duhet vimë në protestë, jo në miting. Unë nuk mendoj që mitingu do të zgjidhë gjë. Unë mendoj që protestat, unë mendoj që protestat, po pakënaqësia mund japi efektin që thoni. Pakënaqësia nuk ka vend botës i nderuar që pakënaqësia shprehet që jam unë i mërzitur me dal atje një gjysore. Pakënaqësia në gjithë e kemi provuar. Provoj 100.000 veta në shesh se si duket pakënaqësia. E kemi provuar edhe me protestë paqësore, po këtu ka një ide që është ngritur edhe nga një propagandë e madhe, një sulm që i bëhet institucionit të protestës, kur ne themi që duam të shkojmë në Europë, po vetëm mos protestojmë si Europa. Kjo është ajo që hidhet tu. Jo, unë du të protestoj siç protestohet në Greqi, siç protestohet në Francë, siç protestohet në Amerikë. Ashtu protestojnë qytetarët të cilët viden dhe janë në drejtën e tyre. Dhe nuk ushtrojnë dhunë ata kur ti e ke kapur pushtetarin që të vjen nga mëngjesi deri në darkë dhe total të thotë të nesërmen e ke psikologjike. Mirë, një pyetje kam. Kjo është problem. Tani për policinë se i kam 2 denoncime. Ju keni parë një se ju thatë për policinë që bën këtë atë. Mos prisni nga shefat e tyre, shumë e drejta, nuk janë gjithë efektiv të policisë ashtu. Se aty ka me të njëjtin funksion. Të lutem mos zotërisë, tani 1 minutë. 2 kanë të njëjtin funksion efektiv të policisë, njëri ka 5 milion euro dhe tjetri nuk pagon dot qeran e shtëpisë. Patjetër që janë gjithë njësoj. Por shikoni çfarë policia është kjo e Ilir Prodës. E pat atë djalin ju një Luan Sheta që vinte dhe provokonte protestuesit atje. Një djalë që sollën atje, Luan Sheta e ka emrin ai. Ai është i dënuar disa herë dhe përdoret nga policia për këtë çështje. E merr policia e Ilir Prodës me urdhrat e këtyre Arben Alikos dhe Elona Saliu, kush bazoni nga informacionet. Po, kemi informacione, po patjetër, nga këto 2 ushtarë të Ilir Prodës, Aliko dhe kjo Elona Saliu, 2 ushtarë të Ilir Prodës që japin çdo urdhër për sulmuar protestuesit dhe jo vetëm kaq, por dhe për t'i provokuar atë. Dhe bën skemën më të ndyrë që mund të bësh ndonjëherë ndaj 2 fëmijëve, 14 dhe 15 vjeç, që i dërguan dikë aty, jo shoqërimin, jo. Që i dërguan dikë aty, i thanë futi këto në xhep, dhe i thanë 2 kapsolla, dhe po të kapi policia thuaj që më dhan para. Dhe nuk kaluan 20 sekonda, atë e kap policia dhe i thotë do futesh në burg dhe hajde më trego kush ka dhënë parat. Këto skema të ndyra, dhe ata i thanë që na erdhi njëri na tha kështu. Jo, nuk ju kam thënë kështu. Dhe këto janë gjitha të faktuara, se janë në proces verbale. Dhe tani, çfarë ndodh? Ato i kemi nxjerrën, çfarë po bëj këtu? S'po i nxjerrën këto? Çfarë po them këtu? Unë shkova deri te para burgimit, zotëri kam bërë deklaratë, unë aty ishit ju. Kam bërë deklaratë për këtë çështje. Pikërisht për këtë çështje. Pra, ne kemi një polici të inkriminuar deri në palc, e cila patjetër që e shef si armik, ata që vinë aty përballë, sepse ata që vinë përballë kërcënojnë çështjen thelbësore të mbajtjes së sistemit Ramës, që është bashkëpunimi i politikës me krimin e organizuar. Me një regjim të tillë, por këtë duhet ta theksojmë, unë nuk pres qasje tjetër nga kjo polici. Unë jam i vetëdijshëm që kur shkoj atje ato do hedhin gaz lotësiellës nga të gjitha anët. Jam i vetëdijshëm që ato do tentojnë këto provokime, sepse po ti thuash tjetri që e organizat kriminale dhe të presësh që të sillet si danez, pastaj jam unë hipokriti, nuk janë këta. Ata këtë punë do bëjnë, se këta kriminal janë, çështja është çfarë do bëjmë ne. Ne shpresojmë zoti Balliu që të ketë maska kundër gaz. Se e zgjidhim dhe pa maska se mos ketë molotov dhe të ketë shumë zgjidhje. Zoti Jasimi, shumë faleminderit. Ne marrim imunitet. Zoti Beçi, shumë faleminderit. Bala, shumë faleminderit. Ndërkohë shikues, jemi në fund të programit. Pas pak vjen emisioni rreth e qark, më tej me edicion informativ të lajmeve. Bashkërisht jemi mbrëmjen e nesër. Natën e mirë.